Gati 30 vjet pas pushtimit të armëve në Ballkanin Perëndimor, dronë të rinj të armatosur janë duke patrulluar në heshtje mbi rajon, por askush nuk e di saktësisht numrin e tyre. Marrëveshja për kontrollin nënrajonal të armatimit u nënshkrua në vitin 1996, një vit pas pushtimit të luftës në Bosnjë-Hercegovinë në kujdesin e Organizatës për Sigurinë dhe Bashkëpunimin në Evropë, OSBE. Me të u vendosën kufizime për numrin e tankeve, automjeteve të blinduara, artillerisë së rënd, avionëve luftarak dhe helikopterëve sulmues në Bosnjë-Hercegovinë, Kroaci, Serbi dhe në Malë të Zi. Vetëm 3 shtete zotëronin dronë të armatosur në vitin 2010. Në fund të vitit 2024 ky numër u rrit me mbi 40. Thot për Europa e Lirë Antonio Perlenka, analist ushtarak nga Sarajeva, i cili së fundmi mbrojti tezën e magjistraturës për këtë temë. Dronët luftarak janë më të lirë, më të lëvizshëm dhe vdekjeprurës se sa avionët luftarak tradicional. Ata janë bërë një armë e preferuar e konflikteve të sotme nga Ukraina përmes Kaukazit deri në lindjen e mesme, dhe të gjithë duan t'i kenë me forcat e veta të armatosura. Ballkani Perëndimor nuk bën përjashtim nga kjo sepse mbushet me dronë të armatosur dhe të rrezikshëm. Serbia ka blerë dronë sulmues nga Kina, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe po ashtu nga Izraeli. Ajo është duke zhvilluar dhe modele vendase, Vrabaç dhe Komaraç, të cilët e kanë mbushur qedhin mbi këtë vend, pasi së paku tash për tash, marrëveshja për të blerë dronë Bayraktar në Turqi ka dështuar. E ndërsa nga ana tjetër Kroacia ka blerë 6 dronë të armatosur turq dhe është duke prodhuar mini dronët e saj vdekjeprurës, të cilët i kanë eksportuar mes të tjerash edhe në Ukrainë. Një tjetër vend i NATO-s, Malizi, është duke u rritur në heshtje, por gjithnjë dhe me shumë kapacitetet e tij ushtarake. Në Bosnjë-Hercegovinë, modernizimi i forcave të armatosura pengohet nga një buxhet i kufizuar, si dhe nga përçarjet politike. Përveç helikopterëve të dhuruar nga Shtetet e Bashkuara, ky vend nuk ka avion të tjerë. Turqia i ka dhuruar një sistem bllokimi të dronëve dhe i ka premtuar 2 dronë Bayraktar. Kosova, donse nuk është pjesë e marrëveshjes për kontrollin e armatimit, ka filluar të sigurojë dronë luftarak, fillimisht përmes një donacioni turk të Bayraktarëve. Çdo blerje e pajisjeve ushtarake në rajon perceptohet nga njerëzit si një garë armatimesh dhe ky shqetësim përkeqësohet edhe nga deklaratat e politikanëve udhëheqës. Pasi Kroacia nënshkroi një kontratë për të blerë avion luftarak francez Rafale për të zvendësuar migët sovjetik, një gjë e tillë bëri bujë në rajon. Serbia ju përgjigj duke blerë të njëjtin avion. Edhe pse të gjithë vendet janë shumë më poshtë numrin maksimal të ushtarëve dhe armatimeve të rënda, të dakordsuar rreth 30 vite më parë, balanca e forcave ka ndryshuar më së shumti në lidhje me dronët luftarak. E sa përket dronëve luftarak, nuk ka asnjë marrëveshje për kontrollin e armëve. Tani për tani dronët pa pilot konsiderohen më shumë si armë të rrezikshme që mund të përdoren edhe nga grupe terroriste. Ballkani po mbushet me dronë të armatosur dhe askush nuk i kontrollon dot. Dhe kjo mbetet e rrezikshme. Editoriali Koha Jon.